Kandidatja e Partisë Socialiste për deputete Evisa Lushi vijon takimet në rajonin numër 4. Po takohet der më der me njerëzit, por edhe me përfaqësues të biznesit, ku po prezanton atyre programin personal të saj, nëse do t'jetë pas 11 majit deputete në Kuvendin e Shqipërisë, por gjithashtu edhe programin e Partisë Socialiste. Nga njëri skaj në tjetrin, bizneset e rajonit numër 4 meritojnë respektin më të madh për kontributin që japin për punësimin dhe zhvillimin ekonomik të qytetit, shprehet kandidatja Lushi. Duke u takuar kështu der më der me qytetarët, ajo ka diskutuar dhe bashkëbiseduar me ta për problemet e ndryshme që i shqetësojnë sot, ndërsa ka premtuar se pas 11 majit, si deputete në Kuvendin e Shqipërisë, do t'jetë për krah tyre për të bërë më të mirën e për të përcjellë në Kuvendin e Shqipërisë zërin e qytetarëve. Mbështetje pa kufi u ka shprehur kandidatja Lushi të gjithë banorëve të rajonit numër 4, përfshiktu edhe bizneset me të cilët po zhvillon takime intensive gjatë këtyre ditëve për të prezantuar programin e socialistëve, por edhe për t'i ftuar ata të votojnë këtë forcë politike, duke kërkuar edhe votën personale për Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian.